Duke ditë që je I pari shqiptar, fillimisht si arrite me qenë sepse cila kanë qenë kërkesat nga UEFA, apo është dashur të aplikohet për qenë DJ atu, apo si ka ardhur deri tek bashkëpunimi mes UEFA-s dhe teje? Atëherë ka qenë diçka që unë nuk e kam menduar kur. Të jemi sinqert, tas nëndrat e mia më të bukura nuk e kam menduar që të jem pjesë e UEFA-s ose të performoj në 3 finalet UEFA-s. Atëherë finali I parë dhe kompeticioni I parë I UEFA-s u bë në Tiranë. Dhe ideja e organizimit kishte qenë e tillë që duhej patjetër që në hapje të ceremonisë të ishte një artist shqiptar. Edhe ishte plani që të ishte ose DJ ose këngëtar. Plani me këngëtar nuk u bë dhe kështu që ato shkuan me DJ. Kishin listën e gjithë artistëve shqiptar, gjithë DJ-ve shqiptar dhe ishin futur të profilet e gjithë në rrjetet sociale sepse ato janë gërmues në thonjza, kërkojnë, duan dinë se po marrin, se po ftojnë. Kanë parë profilet e mia, përveç faktit siç po thuaj që donin DJ, donin edhe producer. Kështu që te profili im kishin ngecur për shkak se un kam edhe kontratë me Sony Music dhe kjo është besoj që është një nga ato që I kanë nxitur më shumë. Më kontaktuan në email kur më erdhi mendoja se ishte shaka, u konsultova me menaxhmentin dhe e pam që ishte emaili sakt, domethënë dhe nuk ishte fake. Kontaktova edhe unë, pastaj u futëm në Google Meet, folëm, biseduan, treguan projektet dhe vazhdoi u bë Tiranës që ishte para në Tiranë, domethënë në qytetin tim dhe performanca ime parë në stadium e dimensioneve të tilla. Do të themi nga më të mëdha. Duke ditë që ke përfulmuar pikërisht finalet e parë në Tiranë, në qytetin tënd, cilat kanë qenë ato emocionet e para? Duke ditë jo vetëm se po performon pikërisht në qytetin tënd. Faktikisht ishte diçka shumë e madhe, sepse mendoja fiks faktin që po performoj në qytetin tim, në shtetin tim, po bëhet finali e parë e UEFA-s, është Conference League, sepse nuk është bërë kurrë më parë, dhe kam qenë një trysni shumë të madhe, një presion shumë të madhe. Madje di të them që kur kam punuar për prodhimin e muzikës, për hapjen e ceremonisë, që ka qenë një muaj përpara ceremonisë, nga nervozizmi jam dupsuar diku te 6 kg, nuk ka bëj aq shumë trysni ka qenë. Shumë presion I madh, sinqerisht, sepse era e parë që unë bëja diçka shumë madhe, kisha bërë performanca në për festivale brenda Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, por nga stresi që ke pas brenda vetes, a ka pasur ndonjë diçka se ke pa kur të ke stres, kështu nuk është të shkon gjithçka mirë. Fillimi deri të hin me performu. Faktikisht ka shkuar gjithçka ka shkuar shumë mirë, sepse në momentin kur ti je duke punuar me ato janë gjithë njerëz shumë pozitiv, të japin energji, një vibe jashtëzakonisht shumë të mirë, dhe në çdo moment I shoqërohesh nga ato, janë kufi gjithkohës me ato që të flasin, edhe ke gjithkohës një vibe fantastik që harron çdo gjë, thjesht është aty dhe çdo gjë është perfekt, domethënë.